mirë se erdhe. Knasi gjithmonë e dashur, mirë mëngjes edhe ty. Pas një intervistës super të këndshme të Elionës, që shijova shumë. E shijove ago. Betona që shijova, ato betona, edhe shtu ullë të me thonë, kështu që pache. Po ka shumë interesant, edhe unë duvesh më të përgëzu dhe ty kështu publikisht, që gjithmonë i dëgjën atë komentet dhe i dëgjën dëshirat e shikuesve që janë, se të në tonë, kër e kërkojnë dikën, bën çmës në shta, se e di që për Elionën se kon letë më arë këtu, se e kena kritiku këtë shumë, se mos në kom qina që kom kritiku, kështu që karta e më për hatër tënë ma shumë, kështu që faleminderit ty që nga gjithmonë zonin e dëgjuesve dhe shikuesve tonë. Është kënaqësi me arrit, me realizuar atë që kërkojnë shikuesit, edhe sigurisht është kënaqësi me intervistu Elionën, se nuk e di, një intervistë ka dhonë krejt pas bigot, kështu që ja kemi hapë derën tash me intervistu edhe kolegët e tjerë, pse jo. Edhe pse s'konfirmoj kur gjë për Klodin, po na e kemi pa një video që besoj regjia e lëshon edhe një herë, ndërkohë kur dhe që të mundet, e kanë shpërnda mbram një video së bashku, edhe ku e këndojnë këngën e Ledri Vullës, veç a jena mirë. Ajo tha që mirë janë, Eliona tha që mirë janë, po edhe mirë po dokën, a? E vërtet, qëre, veç i shala janë të lumë të në bashkë. Adin, na pëmnej prapë, unë me pas farë dokumentin mbi lidhin e tyne, ose mbi procesin që shkam britër e këtë lidhe, se kemi pa ka pak edhe gjatë kohës e bigut, të lindë kështu fluturat e para, po gjithsesi këta veç qofshin të lumëtën, sepse lumë të një dy individëve ka mas shumë të randësi. Çfarë do lloj çifti qofshin dhe pëmnej ka edicionet të tjera dhe formatet të tjera që të ndodhë tash paralelisht që ka ndalë do çiftet jashtëzakonisht të urryme, le të themi, e keni parasysh për këmbë flas për Radionin edhe për Olën, po që prapë ata janë të lumtur bashkë, kaq më pak këta dy që një prej çifteve ose një prej dysheve më të preferuar të publikut. Goxha shumë. Është rëndësishme vetëm të qenë të lumtur gjithmonë, edhe nëse këtë bota janë kundër juve. Edhe pse asgjë s'kanë konfirmu tash. Po, që ta kemi të kjarë. Edhe mas e stata në ty dyshe që ka me konfirmu një herë. Mirë, po flasim për një dyshe tjetër që është komentu jashtëzakonisht shumë, ndoshta për një vit është komentu raporti i tyre. është shumë e vërtet, në fakt fjala është për Sara Hoxhën dhe për Erik Fullanin. Sara Hoxha ish gruaja në fakt e Ledrit. Ishe dashur. Ishe dashur, s'kanë qenë kur të martuar. Korrekt, po. Edhe në fakt është bu virale një intervistë e saj që ka qenë bashkë me Pojen, me qikën e vogël. Aty nuk u diskutua dhe shumë për Erikun, por na e kemi parë në shatë raportin e saj me Erikun dhe këta dysha kanë konfirmu lidhjen e tyne. Por që kemi vrejt gjatë ditëve të fundit, zëma gjatë fundjavës, është ata nuk e ndjekin njëri tjetrin në rrjetet sociale, pero as Sara Erikun dhe as Eriku Sarën. Disa burime tyne të afërta kanë thënë që në fakt kanë një lloj lidhje të tillë që nuk flasin për një kohë, mas në rikthehen prapë, mas nuk rikthehen, kështu që ende mbetet me u pa nëse ky është edhe fundi i lidhjes së tyne, por për momentin vrehet që janë ftoftë në shta raportet mes të dyve. Na e kena pa që kanë bërë dhe pushime bashkë, kemi pasur sa edhe le të themi një romanticitet të papama përpara mes dy figurave që kanë qenë kryesisht të rezervume, sepse për Sarën dhe për Erikun na dim, po jo dhe ashtu e pa parasysh janë goxha figura të rezervume, por që dyshja kanë marrë shumë vëmendje me lidhjen e tyre, e tash mbetet edhe më pa nëse ky do të jetë një fillim i ri apo nëse është fundi i tyre. Na shpresona që nëse kanë mos marrëveshje kanë me zgjidh. Sara në intervistë u duk shumë e lumtur në fakt, u duk shumë e qetë. Edhe ndër të tjera tregoj sa të vështirë ka pas mi tregu Pojet për raportin e saj me Ledrin. Po, edhe më pëlqej shumë që është reagoj Poje dhe përgjigja e saj kur i thanë prezantuesit vëllezrit veshaj se kush e don më shumë mamin, babja apo Poje, apo kështu kishte pyetja diçka, apo jo, shumë simpatike ka marrë, po më duket krejt vëmendjen gjatë kësaj fundjavë Poje. Edhe shqip edhe në anglisht, domethënë s'kisha pa bëti fëmijë çast përgatitur, por ka shumë diçka e këndshme me po. Edhe na la me dyshku që ndoshta mund të ketë një rikthim mes çiftit? A dim se sepse ndër të tjera kur tha Sara që Poje ka thonë pse nuk po e ndrash një këtë raport, Sara veç kashke. Nuk është në asnjë moment që tha që i kom thonë që na nuk mundem me përmirësu atë raport. Do thonë nuk është që na potentojnë atë çka do që janë të lumtur gjithmonë. Por më çka mujta unë më parë se sa është ndeshme ka qenë është edhe ndarja atyre, kjo reflektoi në Pojen, sepse Poja në asnjë mënyrë nuk pat vënerë për babën e vet. Edhe është diçka që është shumë e shnetshme për çiftet shqiptare, sidomos vëmendjen e tyre që e kanë. E shumë që ka raporte sigurisht shumë të mira Poje, sikurse me Ledrin ashtu dhe me Sarën, ma parasysh ata janë të ndarë. Ajo është vajza aty dhe sigurisht më e mira për vajzën e tyre është ata me qenë mirë me njëri tjetrin, pa marrë parasysh a janë të ndarë apo bashkë, s'ka dert. Pikërisht është. Besoj është shembull edhe për shumë prind të tjerë që në këtë proces marrë parasysh statistikat e ndarjeve janë shumë të larta edhe në Kosovë.
Është shumë e vërtet. Edhe sidomos kur janë dy aftëra publike, mendoj që kanë jashtëzakonisht shumë vëmendje vazhdimisht në çka bojnë, si Sara, një ashtu edhe Ledri, se cila afërsi e tyne me kolegu, se cila afërsi me shoshni, me njëre ka marrë vëmendjen e madhe. Dhe konsideroj për pojnë, do se është shumë e vogël, edhe nuk mundesha me e kuptu çka do me thonë thashe thamë edhe showbizi, prap do me thonë ka mundesha mëse unë ndjej mirë të i pas dy prindër fytyra publike dhe të dy të pas një jetë publike duke vazhdu. Por konsideroj që kam menaxhu shumë mirë, me të paktën çat sa dim na dhe çat sa shohim na, që të dy palët kanë vazhdu me folë mirë për palën tjetër. Pra qoftë Ledri për Sarën dhe Sara për Ledrin, se unë mendoj që çajo pas tërti dhe qetësi reflektohet edhe te fëmia. Se nëse njëra palë kishte folë kaq fëmia kishte ku diun kishte ditë me se janë shumë të sinqert, fëmijët nuk din dhe vina gjona. Edhe ajo kontribon edhe në zhvillimin psikologjik dhe në gjithashtu edhe në zhvillimin e karakterit të një fëmije, kështu që bukur shumë. E me qemi të fëmijët, a ju kujtohet që të pramë të në thash po flitet që kështu, ta fina konfirmojnë në fund që asaj dite që është atë zonë në lindjen e saj, në shtatzanin e saj të dytë, pra pas daskanit, mbetet me u pa nëse është djale si qik, se keq ato ke vëmendja, ko da fina djala, ko da fina qik, por unë për vete thash edhe të pramti, jam shumë i lumëtën që mas pari koncerti ke sukses, pa t'jash zakonisht shumë njerëz në Tiranë, edhe kemi komentu bërë gjithësare, sa shumë për i gëzojmë i kësaj që artistët po vinë në koncertet e ty në njëtë ke Elvana, në Itali, njëtë ke Albani, në Greqi, pra mira njerëz. Dhe me thonë, me qatë sa lexova, ma shumë njerëz ka pas Elvana Gjata në koncertin e saj në Milano, se sa që ka pas Kate Eurovisioni në Vjenë. Pra Eurovisioni flitet që ka 15.000 njerëz, Elvana ka pas 25.000 në Milano, me 10 maj. Pra jemi duke folë për artistë shqiptarë që janë më të suksesshëm se sa kompeticionet evropiane. Evropiane që është kompeticioni evropian më i famshmi ose kryesor, sa i përket muzikës Eurovisioni në këtë rast, dhe Elvana Gjata ka mbledhur më shumë njerëz se sa vetë Eurovisioni. Edhe kjo diçka tregon sa bashkëpunimi me shqiptarët. Mu që është mësuar më shumë se të sidomos shqiptarët e diasporës mendoj që mezi presim me ardhi dikush prej Kosovës ose prej Shqipërisë, për e mujt me komentu. Se unë kom thonë, njerëz që nështë në Kosovës e shëndi nuk ju kisha fol kur i takoj me një vend krejt jashtë dëgjosh afrohesh me ta se e flet njëjtën gjuhë. A disa është një alin nëpër stacionet autobuseve, nëpër aeroporta. Po nëpër koncerte, nëpër këto festivale që është shumë e rëndësishme, ky shkëmbimi, kështu që e bojmë her pas here. Edhe shumë e rëndësishme që neve, të paktën me skrit atyre përçarjeve që shpesh i kemi, që është polarizimi shoqërisë që i diskutojmë shpesh, të paktën diçka na bashkon, artistët, muzika na bashkon krejtve, kemi një të përbashkët, që është shumë e mirë, po besoj kjo. Në fund ditës kthehemi kënaqemi së bashku, edhe ngom njëjtë muzikë. Pa ki pa dhe ndas, pa dyqysh me do kushere që qatë adin nuk duheni kështu shumë në valle, këtë kësani bashkë. Kështu që ta afron muzika, ta afron vallja. Për një qas të veç harron pak ato problemet. E vërtet. Po për ndyshe kë është edhe fëmija i dyti, Dafina është persona që ka me pas shazanit të mbarë fillimisht, edhe është pak lajmi hidhën se i bjanë që ka me distancu sa do pak prej muzikës. Nga këna pas që ka qenë aktive dhere në ditët e fundit të shazanis, po mas një pomë që ka marrë një kohë dhere sa fillu në edhe momentet e para me Daskanin. Për ndyshe Daskani, fëmija është bo një farë hitin vete, pat pankarta në koncertin në Tiranë, jemi këto për Daskanin. Kështu që ka fillu me u bo një farë fëmija i famshëm në vete, se kemi pa videon e kemi komentu edhe këtu sa e këndshme ka qenë video e ti në koncertin e Dafinës në Athinë, edhe ka shumë e këndshme me pa. Kështu që është shumë interesante dhe prapë thëmë shumë mesazhe mirë për artistet e tjera, sepse përmend është këtë me shetë të pramëtën që zakonisht ka thot industria dhe që kemi pa deri tash është që në moment që jenë bu familjare, kuptimin që jenë bu nana, fakt jenë bu prindër, kanë zgjedhur kryesisht me dediku fëmijës edhe shoqënia nështë ka pru një terren të tillë që është dash me zgjedh mes karrierës ose mes asaj. Ka shumë personazhe, ka shumë individ që i bojnë të dyja paralelisht në mënyrën shumë të mirë. Pra nëse vetë zgjedhin me pas familje, do të thonë që duhet me pas karrierë. Nështë anë herë ka me pas një bivendosje dhe duhesh me zgjedh. Pra në rast që Dafina mastikoj ka me zgjedh me shku me një koncert në mos me qenë qatë natë afër fëmijëve, nuk do me thonë që nuk është qenë nanë e mirë. Njaj se qysh nëse zgjedh me qenë afër fëmijëve dhe mos me shku me një koncert ose me një intervistë nuk është artiste e mirë. Ajo është nanë e mirë në të rastet e kur i lënë sepse fundjavë punon edhe për mirëqenien e fëmijëve të tyre. Absolutisht, absolutisht. Punë është ajo, nuk është me shku me bo qef. Tek e fundi për një këngëtar që shkanë sigurisht ajo qefi është i pashmangshëm, po primarja është se kanë punë. Absolutisht, po ndër të tjera dhe për me i bojet matë mirë Daskanit dhe çfarë do fëmijë tjetër, ta duhen me punu. Çka po thu që është qik apo djallë? Qik po kom qef, në djallin i qik, ku po të në familje ma perfekte, ma ideale, ma tipike. Ama për ndyshe, emri Daskan më përqenja zakonisht që ata, vështë disa herë thash me në intervistës. Se është emër shumë i kanë, shumë edhe është i vjetër i lirë, se kemi pa që kohët fundi për
ka kështu emërtime shumë të shkurtra që kanë njerë po e humbin sensin. Për shembull, tregoj ke një shoq që e ka në klasë një çik EA që e ka emrin. Veç EA, që është shumë interesant. Po të qysh pak si shumë abstrakt. Po mene, kur gjotë keshën da e prëndër se na individe, se cilës jetë emrin e vetë, emri jam, dykuna mund i doke shumë tumë, dykuna i doke ti mirë. Ama EA është emrin shumë i shkurte, po që ka sens, 2 zanore bashkë. Shumë interesant, asë nësë kësha dëgju për ma për para. Edhe po përvoj edhe me shkrujt kështu me këshur që shpi bjen. EU e shkruva. Që shto është gozë, kur me është pak me politik, pak me ato, pak me ato, pak me ato. Fund të emisionit për zhjën të të bonë. Ose nuk është e letë, valaj nuk është e letë me i pasë në ljara manit lajmeve edhe me ledzu, për shembull që shfolit të së për ADN edhe për shqiptarët në fillim, mas një pak për sëpër nuk është e letë. Kështu mundë mu... Pa tjetër, pas e letë nuk është, kërkan informata në se cilën prej fushave për me ditë qka për thua dhe qka për pytë. Të pramë të kur vjen me flajt, edhe që cilën musafir të krejt javës, për para dhe krejt temat. A që qa e regon që ti andrat i shem me këtë shkafit. Me asdrën shalën tu për lo në lidhe direkte me ato tjetërit, ashtë imaginoni qëfar andra komune. Edhe për ndryshe për në fund, kemi komentuar në shapak edhe Alba Pollozhani, na kemi pa që ajo ka qenë gëgja indiferent në raportin e saj me Shamin edhe me Fen. Kohët fundit ka folë se qysh ka fillu në saj edhe palestrën, ka fillu edhe me bodi sa lloje ndryshme të sporteve për fizikun e saj dhe ndër të tjera, ajo e pësën një fotografi të një modele që thëtë po du me u bo si kjo trupin. Edhe a kthen dikush ajo Hoxhenica, më thonë është këmet që a bën audiencës dhe kjo e bën një reagim gëgja të gjatë, ku ndër të tjera që mu ka përshqypje thëtë ke plot Hoxhenica me bark edhe të mbuluara që shkojnë lartë e poshtë me meshkuj. Kush thot kështu? Alba, kjo është postimi i Alba, sepse e pyet dikush ai Hoxhenis dhe Alba është qa përgjigje. Kështu që për mua çajo ka shumë e vrazhd, mendoj që nëse kjo e ka një raport intim me Zotin ose me besimin e saj ta mban për vete dhe nuk është e sjellshme në shami generalizu tek krejçika të tjera ose më thonë ka raste të tilla ose dhe raste të tilla. Pra edhe mendoj arsyeja pse njerëzit mundën u përzi. Mundën me qenë njerëz nuk janë të shenjtë as Hoxhenicat nëse po referohen kështu nuk janë perfekte sepse janë tek e fundit njerëz si të gjithë, po e rëndësishme është mos mi ofendu as gratë me mbules, as ato pa mbules, tek e fundit gruja gru nuk është mirë me sulmu. Absolutisht. Unë e kuptoj Albën që për një mundet me undi paket se ka pas një sër komente, është në raportin sa më fejnë, për ndër tjera ka qenë ajo që e ka ofru me publikum. Pra nuk është që na krejt e dim, nuk është që na njone prej banorëve, njerëzit ju kanë kundërvy për fe, për deri sa ata nuk e kanë pru fen. Pra pse së njerëzit mundin e marrë në pyetje Albën nëse kënd do qoftë ka të bëjë ekskluzivisht vetëm për shkak që vetë kanë inkuadruar mbrana lojës. Na kemi folë disa herë Alba si me mbolis si pa është vendim absolutisht i saj që ta respektojmë si besimin fetar të secilit individ. E rëndësishme është që Alba është kthy me disa zhvillime të paktën, sepse e dim që një kohë ishte në pauzë. E vërtet, po. Kthy pak, po pauzon. Edhe ka bu një një konsistencë, sepse Alba sigurisht i pëlqen e dojnë njerëz, për faktin që qysh është Alba në këtë rast, dhe ndoshta kishte qenë mirë me pa më shpesh edhe Albën. Absolutisht, unë ikzona shumë sa vetë në 10 sekondësh, është interesant se e bën një video kjo dhe thotë mu ishim ka vdek, kështu që jam të lyp një djalë të ri. Kështu që vetë tregon është apo një përfundim të limit shoqëror se krejt Shqipëria jemi gëzuar që ka përfunduar ky raport. E vërtet. Sido që t'jetë shumë suksese, shumë dashni për të gjithë. Faleminderit Agon për këto lajme që i solle, simpatike, për me përfundu kështu emisionin me lezet.